E di njerës që për neve pak është e çuditshme, ama kjo qika që po ful këtu është të akuzu babën e vet që u shite dhe u korruptu. Kjo është një qike në state senatori New Mexico në Amerikë. Edhe po del po thot që baba jam ka marrë pare për Izraelit për mi mbrojt ata edhe me ful mirë për ta për sene se qa pi bojnë ata. Kështu që tash kjo dole edhe me foto me kallzu se kush është baba i vet. Para disa dite 250 ligjëdhënës ose deputet për këtë shteteve të Amerikës ju shku në Izrael, edhe kryeministri i Izraelit ju ka marrë fjalim që është pak i çuditshme. Edhe tash po thot Peqi u kthy pi atje, ja ka nis veç tu postu për Izraelin, tu i mbrojt ata, po thot s'ka pas tjetër veç u korruptu dhe ka marrë parë pi tyve. E di që për neve pak si shqiptar është e çuditshme se na i na mësumi po fëmijët e politikanëve tu e shiju jetën e tu shku në për pushime luksoze e me kerret shtrejta e krejt e dim se ka i kanë marrë parë të që kanë marrë. Amo kjo ka zgjedh me kon ndryshe, ka zgjedh me ful drejtësinë dhe me ful realitetin. Pa marrë parasysh e ki baba jo ose ku me diçka.